Për të folur mbi dinamikat e Ferma VIP, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Elton Tozaj. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën. Elton, si e ke parë thyrjen e rregullave në Ferma VIP, gjuhën e përdorur ndaj njëri tjetrit? A duhet lejuar? Më vjen keq që do të më duhet për herë të bëj një paralelizëm midis Fermës VIP dhe Big Brotherit, pavarësisht se janë dy spektakle krejt të ndryshme. Jam i detyruar që ta bëj paralelizmin për shkak sepse po ndodh po e njëjta gjë që ka ndodhur edhe në Big Brother, si në Ferma VIP si në Big Brother, po përdoret gjuhë ofenduese, po përdoret bullizimi, po përdoret shantazhimi, po përdoren kërcënime dhe nuk po merret asnjë mas. Nuk po përjashtohet kurkush, po të marr për shembull ka ca përjashtime që janë skandaloze, siç është për shembull në Thojza përjashtimi i Malborës kundër kohë ka qenë një kërkesë e saj për t'u larguar. Ndërkohë që na ushqit për përjashtim, ndërsa pjesa tjetër, të cilët thyen rregullat, vetëm për thyen rregullat, shkelin në çdo lloj parimi etik televiziv etj, nuk merret asnjë lloj mase, vetëm sepse përbëjnë le të themi aktorët kryesorë të Fermës. Më vjen keq që ka ndodhur kjo, më vjen keq që rregullat vazhdojnë të thyen, po të marr shembullin që Agai ka vendosur një rregull goxha të fortë 3 fermerëve, Ilirit, Zhakut edhe Mozës, të cilët nuk duhet të kenë komunikim me pjesën tjetër të banorëve, vetëm për sfidën duhet të flasin, dhe kur vjen puna, Iliri e ka thyer rregullat nga mëngjesi deri në darkë. Unë nuk kam dëgjuar në asnjë moment këtë vajtur një zarf shtëpi i cili mund të ketë një penalizim apo diçka tjetër. E tëra kjo bëhet sepse duhet patjetër që X personazh duhet shkojë patjetër në finale. Nisur nga kjo, Ferma VIP, për sa i përket zarfave, ka dështuar dhe ajo, nuk e di, mbase kupton e kanë mbaruar zarfet për kancelari. Do t'i ftoja që të prodhoni vetë zarfe të zi apo zarfe gri, sepse realisht kjo situatë ka dalë jashtë kontrollit. Domethënë po na serviret një televizion i shëmtuar, po na serviren spektakle të shëmtuara, të cilat nuk ofrojnë asnjë gjë edukative në ekran. Të rikujtoj që këto formate shikohen rëndom nga fëmijë. E di pjesën që do thuhet që okej, është në dorën e familjes nëse i shohin po apo jo, por ti si producent duhet minimalisht ta ofrosh, jo vetëm kundrejt pagesës, se tashmë është free edhe në YouTube, jo vetëm ta ofrosh, po edhe nëpërmjet një kodi, një kontrolli prindëror, sepse gjuha që ka filluar të përdoret, bullizimet, sharjet dhe ofendimet në të dyja spektaklet, jo vetëm të Ferma, ka kaluar çdo lloj norme. Në fakt, ka qenë edhe Iliri i cili ka përdorur një gjuhë gati kërcënuese ndaj Moza Ahmetit. A është ky Iliri në vërtet apo gjithçka e bën për show? Jo, kjo është për lojë. Kjo është për lojë, patjetër, po Iliri ka humbur sensin ose kam përshtypjen ka humbur fillin e lojës. Iliri si njeri patjetër që nuk është i tillë. Mua më vjen keq që Iliri ka këtë qasje me Mozën, duke pasur parasysh që Iliri ka hyrë me aurën e fituesit të Big Brotherit, do patjetër që të fitojë edhe Fermën, sepse nëse ai nuk e fiton është një minus për të, patjetër, kjo dihet, kjo është e qartë. Por tashmë që ai ka kuptuar që mali i Moza Ahmetit nuk kalohet, është një mal i pakalueshëm, është një Everest për Fermën VIP. Ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Ka ndodhur që kanë kaluar caqet, është irrituar dhe nuk po e përmban dot veten edhe nervozizmin. Më duket shumë e ulët fakti që ka përdorur atë fjalor, më duket shumë elegante nga ana e Mozës, e cila është munduar gjatë gjithë kohës që ti qetësoj gjërat. Madje unë po të kujtoj edhe në Prime nuk pati asnjë lloj si ta themi quravitje nga Moza, zero. Thjesht ishte një gjë shumë e bukur, shumë e qetë, duke bërë të qartë që okej, ne me të vërtet jemi një lojë, po ne thjesht po dhurojmë spektakël, ndryshe nga të gjithë banorët e tjerë, të cilët mezi jepet rasti për t'u sharë dhe për t'u ofenduar e për t'u baltosur në një live show. Do të flasim pak për Moza Ahmetin, e cila në disa raste ka kërkuar falje vajzave të saj për kujdesjen ndoshta ose
për mënyrën se si i ka trajtuar gjatë rritjes së tyre. E para njerë, refleksionet e modës janë refleksionet që gjithë se kush nga ne i kemi në një moment caktuar, ne vendalojmë, them kohën brava dhe gjithmonë themi nëse diçka mund ta kishim bërë më mirë apo mund ta kishim bërë akoma edhe më mirë. Nisur nga kjo, unë e vlerësoj në maksimum figurën e Mozës, liberalitetin që ajo ka pasur me fëmijët, edukimin që i ka dhënë vajzave. Unë dëgjoj shpesh herë historitë të cilat ajo ka pasur me vajzat, të cilat në familjet e tjera shqiptare vazhdojnë të jenë akoma tabu, ndërkohë që në kohën kur Moza vajzat i ka pasur adoleshente, i ka trajtuar sikur të ketë pasur shoqe. Kjo ka sjellë edhe këtë raportin fantastik që ajo ka me vajzën. Kjo po flasim për Mozën, për një shpirt të lirë, për një mendje të bukur. Kështu që absolutisht ka bërë maksimumin, të paktën me aq sa neve dim, sepse këto janë gjëra personale, po me aq sa neve dim dhe me aq sa Moza na ka treguar, është figura e një nëne të cilën duhet ta ketë çdo familje. Tonë në fakt një moment mjaft delikat në prajmin e Ferma VIP ishte edhe ndarja i ndritit nga Vanessa. Si e pat këtë vendim dhe mënyrën se si erdhi deri këtu? Oh, ndarja e ndritit nga Vanessa është ndarja e dytë, po ta rikujtoj. Pati një lidhje në fillim. U krijua një çift tjetër që ishte shumë i dashur dhe shumë i dashur për publikun akoma, Ola dhe Adioni. Në momentin që ato vendosin që ta vazhdojnë këtë gjë jashtë, të ndërpresin aty brenda, Indri u kujtua më një herë ose më qartë produksioni u kujtua më një herë që të rilithë edhe një herë Indrin me Vanesen. Pastaj dalja e Indrit, hyrja e Vanesës, hyrja e Klevisës, i kujtoi Indrit që duhet vazhdonte të krijonte një romancë për të ndetur brenda, sepse romanca doli, kështu që ai duhet kishte diçka patjetër brenda për të pasur sukses. Aktrimi dobët, lojë shëmtuar, shitje e vetes për 2 lekë dhe akoma më keq është kur ti këtë gjë e bën me një vajzë. Skandaloze. Nëse ti nuk di të bësh asnjë gjë tjetër në jetë përveç se të luash me të tilla gjëra, më mirë me rrobat edhe hiqë aty, sepse je realisht është i e bësh shumë i shëmtuar në sytë e publikut. Kështu që nuk kam asnjë gjë tjetër ç'a të shtoj, ajo ka qenë një letër që diheshin që do bëhesh, unë e kam pritur që ditën e parë kur ka dalë Vanessa, menjëherë që të nesërmen, nuk i lan kohë të shkretit sepse i futën Klevisën menjëherë, akoma dhe më keq është kur ai ka baltosur dhe një tjetër baltosur. Po nuk më duket edhe kjo gjë kaq normale, sepse në fillim u ankua pse Vanessa ishte 24 dhe ky ishte 30 kusur se sa është ky. Dhe pastaj dashurohet me një vajzë tjetër që është 5 vite më e vogël se sa Vanessa dhe tash ti nuk përbën problem. Domethënë është gjë shumë e shëmtuar, është një aktrim shumë i dobët, më duket skenari i dytë i filmit Pasaporta 2, kështu që deri këtu mund të shkoj, nuk kam ç'a shtoj dhe nuk para preferoj më të flas për një njeri kaq të shëmtuar në shpirt, në mendje dhe në karakter sa Indri. Kush mendoni se do jenë personazhet kyç deri në fund të Ferma VIP? Mbretëresha është e Fermës është Moza, absolutisht, kështu që as të diskutojmë më. Në vend të dytë patjetër do të jetë Sara. Do jetë kjo përballja e femrave, e brezit të ri me brezin me themin thojza e vjetër, po Moza është e vjetër në moshë, në vite është akoma dhe më e re në mentalitet. Kështu që është pak dueli dështuar. Pastaj do të jetë i liri patjetër, do të jetë unë do doja shumë realisht të jetë Vispupa. S'është se ajo po krijon me i lirin, se ndonjë gjë tjetër nuk është se i ka dhënë asaj lojën. Hilton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.